bashkë, përin, kolla i flasim, po ju mundi mu këthy veç më rapa, kush e ka menaxhu Ministrinë e Shëndetësisë. Në shumicën e kohës janë konë minoritetet, që e ndru në gjysë mandatin, fillim mandatit, besa dhe kur kanë ardhur ministra nga digasterët e larta menaxheriale, i kanë lanë në gjysë mandatit, e heri kanë qitë për kandidat për kryetar komunës Prishtinës dhe pasaj kërkon performancë. Një gamni, performancë është një program, i cili në mënyrë taksative nominohet, i identifikon projektet prioritare, i identifikon projektet e dështuara, i identifikon problemet të shoqërisë dhe i riformulon programet për të nesëm, për nevojat vendit. Ta nuk kemi për me shërbjy astronomisë. Pra kjo është ajo. Çfarë ka ndodhur tek neve? Fatkeqësisht, partitë opozitare kanë program. Që të trijet, që e kanë kryu vendin, kanë program, dhe i kanë programet e mira. Tash unë jam prej Aleancës për Adminimin në Kosovë, dhe unë du me thonë që unë e kom atë mirin. Nikam, programi jam nuk i pengon fitimit nesër. Absolutisht. Asë nuk do t'i pengon ati të LDK-s. Pse? Është i hartuar për nevojat të qytetarit brenda. Nëse i PDK-s është ma implementueshëm, ma i mirë, e akseptojmë pa kur farë problemit. Më thoni, pse nuk i keni sante përfaqësuesin e vetëvendosjes? Pjesën e kam pas. A e dini pse? Se s'kan program. S'kan program? Asë nuk kanë pas, a me menaxhimin ad hoc, eksperimental, të qendrës klinikë universitare për me një fitimi ma herët, definitivisht e kemi punu situatën në shëndetësisë atë ku e kemi. Sot, ku unë nuk e di ndonjëherë që jo qendra klinike, por sistemi shëndetësor në nivel të vendit, që ka qenë ma kes dhe ma në pozit të pa shpresë. Shumë letë është për medalje dhe me folë. Që këtani shpresën, Dreshaj? Që këtani shpresën? Pas të kalojmë të temat, po. Ekspertin, vendin e duhur, në kohën e duhur dhe mos i penga me menaxhu vendin. Kërko prej ti përgjegjësi. Jepja drejta. Ka mungu planifikimi. Ky që për realizimin e reformave është një planifikim i mirë, është një menaxhment profesional, është një etikë publike. Nëse nuk kombinohen etika publike, menaxhmenti profesional, planifikimet e mira, planifikimet e qelluara, të përshtatshme, atëherë asnjë reforme nuk mund t'i qasemi. Nuk ka mundësi me zhvillu projekte apo planifikime në shëndetësinë e asnjë vendi, pra dhe të Kosovës, sidomos ne që një farë forme kemi një trashëgimi jo gjatët një sistemit ndërtuar shëndetësor, nuk ka mundësi me funksionu